Mbjellja e 10 pemëve kryesisht të llojit të rap ka shkaktuar në qytetin bregdetar të Vlorës një sër problematikash të mëpashme. Repet njihen si pemë të cilat shkojnë në një madhësi të konsiderueshme, duke rritur për masat nga muaj në muaj. Krahas tyre, numri i degëve të cilat gjenden në to është vërtet i konsiderueshëm, njësoj si gjethet, të cilat më pas bien prej tyre për tokë. Të gjitha segmentet rrugore në qytet, të cilat kanë në to pemë të llojit rap të mbjella, kanë patur më pas të konstatuara një sër problematikash. Problematika këto të cilat kanë të bëjnë me degët e pemëve të llojit rap që thuajse mbulojnë çdo gjë, por edhe me numrin e lartë të gjetheve të cilat bien për tokë. Gjethet që bien për tokë, që janë me qindra çdo ditë në Vlorë, shkaktojnë më pas bllokim të kunetave anësore të rrugës. Këto gjethe përfundojnë thuajse kudo, duke nisur nga sistemi i kanalizimeve, kanalet kulluese, në Bregdet, në trotuar, në brendësi të banesave dhe bizneseve. Problematik mbetet fakti i mbulimit kryesisht të kunetave anësore të rrugës nga gjethet e pemës, për shkak se me qindra gjethe përfundojnë tek këto të fundit duke i zënë totalisht. Më pas, kunetat anësore të bllokuara nuk mund të kullojnë ujërat e shiut. Një situatë të tillë të ngjashme mund ta konstatosh fare lehtë çdo ditë me shi në qytetin bregdetar të Vlorës, veçanërisht këtë të hënë, ku në shumë segmente rrugore ku janë mbjell këto pemë. Rrugët të cilat grumbullojnë ujë për shkak të kunetave të bllokuara nga gjethe të pemëve të ndryshme në qytet, të cilat gjenden në to. Kjo situatë ka detyruar ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës të nisin pastrimin e gjetheve në disa segmente rrugore, pavarësisht se është e pamundur që situata të përmirësohet ose minimizohet disi, për shkak edhe të numrit të lartë të gjetheve që bien çdo minutë në Vlorë. Fokusi i punës ka qenë kryesisht pastrimi i kunetave anësore përgjatë këtyre segmenteve, për shkak se është kërkuar hapja e tyre që më pas të bëhej mundur kullimi i ujrave të shiut. Ndërkohë, pavarësisht aksioneve të erpaseshme të pastrimit, kjo situatë vjen të mbetet e njëjtë. Gjethet e pemës, kryesisht repe, do të shkaktojnë edhe në vazhdimsi problematika, për shkak se në qytet numri i pemëve të llojit rap shtohet ndjeshëm, teksa menaxhimi i situatës, pastrimi i gjetheve edhe për shumë faktor shkon drejt të pamundurës.